Përshëndetje. Prej kohësh Edi Rama po përpiqet të shes shqiptarëve mashtrimin e radhës duke e paraqitur si industri ushtarake shqiptare atë që në fakt duket si një tjetër aferë e ndërtuar me paratë e taksapaguesve. Me propagandë të përditshme, kryeministri promovon 40 automjete ushtarake si Made in Albania, duke pretenduar se Shqipëria ka hyrë në industrinë e prodhimit të mjeteve ushtarake përmes partneritetit mes shoqërisë publike Kajo dhe kompanisë private Timac Defense. Por propaganda e Edi Ramës përplaset me faktet, kur qytetarët ngritjen pyetjet e thjeshtë se si automjete të markave Toyota, Land Cruiser apo MAN mund të quhen prodhim shqiptar, kryeministri nuk dha asnjë shpjegim ekonomik. Ai zgjodhi propagandën dhe sulmin ndaj kritikëve. Por në ekonomi propaganda nuk ka vlerë, vlerë kanë vetëm faktet. Nëse një vend prodhon, kjo provohet nga vlera e shtuar që krijohet përmes punës, kapitalit dhe teknologjisë. Le të shohim faktet. Sipas bilancit zyrtar, Timac Defense është krijuar më 4 gusht 2025. Në fund të muajit dhjetor, kompania kishte vetëm 14 punonjës dhe një fond total pagash prej 5.8 milion lekësh, ose rreth 61.000 euro për 5 muaj. Kjo do të thotë se fondi mesatar i pagave është vetëm 12.000 euro në muaj, ndërsa paga mesatare bruto për punonjës është rreth 850 euro. Pra sipas vetë bilancit të kompanisë, e gjithë vlera e shtuar nga puna në Shqipëri është vetëm 12.000 euro në muaj, ose rreth 150.000 euro në vit. Këto nuk janë shifra të një industrie ushtarake, janë shifra të një biznesi të vogël. Po aq domethënës është edhe kapitali prodhues. Bilanci zyrtar tregon se aktivitet afatgjatë të kompanisë, pra makinerit, pajisjet dhe linjat e prodhimit, janë vetëm 146.000 lekë, ose rreth 1.500 euro. Po vetëm 1.500 euro aktivitet prodhues, me 1.500 euro nuk ndërtohet një fabrik automjetesh ushtarake, me 1.500 euro nuk prodhohen automjete të blinduara, me 1.500 euro nuk krijohet një industri që Edi Rama e shet si krenari kombëtare. Ndërkohë, kompania rezulton të ketë mbi 10.5 milion euro aktive afatshkurtra, të krijuara kryesisht nga parapagimet e marra përmes kontratave me shtetin shqiptar. Pra investimi real në kapacitete prodhuese është pothuajse zero, ndërsa milionat e taksave të shqiptarëve kanë hyrë në llogaritë e kompanisë. Kjo është arsyeja pse Partia Demokratike ngre dyshime serioze se nuk kemi të bëjmë me një histori suksesi industrial, por me një skem të ndërtuar për të eliminuar konkurrencën dhe për të garantuar fitime të privilegjuara me paratë e qytetarëve. Në vend që ushtria shqiptare të furnizohet përmes tendrave të hapur ndërkombëtar, ku kompanitë konkurrojnë për çmim dhe cilësinë më të mirë, qeveria ka krijuar një mekanizëm ku një kompani e favorizuar shfaqet si prodhuese, ndërkohë që bilancet e saj nuk pasqyrojnë as kapacitetet minimale të një industrie prodhuese. Ky nuk është industrializëm, ky është industrializmi i korrupsionit. Edi Rama nuk po ndërton industri shqiptare, ai po ndërton monopole me paratë e shqiptarëve dhe më pas i shet ato si histori suksesi. Sa herë që një qeveri zëvendëson konkurrencën me privilegjin, tregon me klientelizmin dhe prodhimin me propagandën, humsi është qytetari shqiptar. Partia Demokratike kërkon publikimin e menjëhershëm të gjitha kontratave të lidhura mes Kajos, Timac Defense dhe institucioneve shtetërore si dhe transparencë të plotë mbi mënyrën e përzgjedhjes të kësaj kompanie, vlerën e kontratave dhe burimin e financimit. Ne i bëjmë thirrje SPAK të hetoj këtë skem deri në fund, të verifikoj mënyrën e dhënies së kontratave, eliminimin e konkurrencës, përdorimin e shoqërisë publike Kajo dhe çdo element që mund të përbëjë shkelje të ligjit. Shqiptarët nuk kanë nevojë për spektakël propagandistik dhe gënjeshtra të ricikluara. Ata kanë nevojë për një qeveri që ndërton industri të vërtetë, jo fasad, që krijon vende pune, jo monopole, që respekton taksat e qytetarëve, jo që t'i përdor ato për të ushqyer klientët e pushtetit. Bilancat nuk gënjejnë, shifrat nuk gënjejnë. Ato tregojnë se pas propagandës së Edi Ramës fshihet një tjetër aferë që meriton hetim të plotë dhe përgjegjësi politike e ligjore. Faleminderit.